Aksi nacional Elbasan Peqin Rogozhin është konsideruar nga ekspertët e sigurisë rrugore si aksi i cili përmban shumë njolla të zeza për shkak të numrit të lartë të aksidenteve automobilistike regjistruar ndër vite, po kështu edhe i jetëve të humbura. Duke qenë se kalon në të paktën 8 zona të banuara dhe ka më shumë se 68 tabela, ka hyrje dalje të konsiderueshme nga të dyja anët e rrugës, bëjnë që ky aks nacional të ketë rrezikshmëri të lartë. Ndoshta vetëm ndërtimi i rrugës së re mund të përmirësojë këtë situatë, por nga ana tjetër, specialistët e fushës, sidomos inxhinierët rrugore vënë theksin të edukimi drejtuesve të mjeteve, të cilët në shumicën e rasteve nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, duke u bërë kështu shkak i lindjes së aksidenteve si pasojë e parakalimeve të gabuara. Me gjithë problematikat e rrugës, eksperti Alim Lula i thekson se një pjesë e madhe e përgjegjësisë i takon sjelljes së padisiplinuar të drejtuesve të mjeteve. Kjo si rrugë quhet rrugë interurbane dytësore, me një shpejtësi maksimale 80 km/h. Po trafiku është shtuar aq shumë sa kjo rrugë nuk e përballon dot. Fluksi me mjeteve nuk e përballon dot dhe duke qenë e tillë, shoferat në përgjithësi drejtues të mjeteve nuk respektojnë sinjalistikën rrugore, sidomos parakalimin dhe shpejtësinë. Kryesorja është parakalimi. Nëse do bësh një rrugë në Rogozhin dhe të filmosh rrugës, nga këtu deri në Rogozhin nuk ka shofer që nuk parakalon kundërvajtje. Nuk gjen një shofer që s'parakalon kundërvajtje. Pse ndodh kjo? Se duke bllokuar trafiku, vonohen shoferët. Duke vonuar ata ç'a bëjnë? Bëjnë zgjidhje këtë, e gjen zgjidhjen duke parakaluar kundërvajtje. Dhe burimi i aksidentit në radh parashkë është e para është parakalimi i gabuar dhe e dyta vjen shpejtësia. Aksi Elbasan Peqin Rogozhin pritet të marrë frymë vetëm pas përfundimit të korridorit të 8, ku punimet si shihet në pamje janë duke vijuar. Aksidenti i fundit me humbje jete në këtë aks ishte ai mbrëmjes së të Ejtës, ku përplas për vdekje punonjësi i pastrimit në bashkinë e Peqinit në orarin e punës.